Zëri e dim që në gjimnazin Kiril Peqinović keni pranuar një letër ku është ankuar drejtoresha për shkak se nuk ja kanë lëshuar nga komuna blok dotacionet, ndërkaq që dim që ju i morët kompetencat komunës Tetovës për gjimnazin. Na tregoni ku janë blok dotacionet për shkak se në bazë të asaj që kemi në informacionet nuk janë gjetur as në llogarinë e komunës Tetovës. Kështu tash. Së paku për disa të herë, pa dallim se jam në komunën e Tetovës, pa dallim që jam ose që është pyetja që parashtrohet për të njëjtin gjimnaz. Nuk dua që proceset arsimore ti lidhi me proceset dukurive, problemeve politike. Në rastin konkret, vendimin të cilin e kam sjerë për të marrë ingerencat po në të njëjtin gjimnaz, ju e dini dhe mund ta verifikoni dhe ka një vendim gjyqësor të përfunduar që është në të drejtë të Ministrisë të Arsimit dhe Shkencës. Në komunën e Tetovës, jo vetëm për gjimnazin Kiril Peqinović, të dhënat të cilët mund të dorëzoj si ministër i Arsimit dhe Shkencës. Nga viti i mëparshëm, për atë arsye them sa më pak deklarata politike për këto gjëja, janë rreth 18 milion denar të cilët nuk janë shfrytzuar nga blok dotacionet. Nuk janë shfrytzuar nga gjithë blok dotacionet të cilët ne i kemi në nën programe dhe i transferojmë në komunë. Kështu që nëse komuna e Tetovës vitin paraprak i shfrytëzonte këto blok dotacione për projekte infrastrukturore të ndryshme në përshkolla, ministria do të jepte po të njëjtën mundësi. Po për të njëjtin gjimnaz. Kam komunikuar me drejtoreshën, nuk është e vërtet ne në bazë të metodologjisë kemi obligim ligjor që t'i transferojmë mjetet në komunë, po në të njëjtën shkollë, përveç blok dotacioneve të cilat janë në bazë të nxënësve. Ka mënyrë të ndryshme të vlerësimit dhe të funksionimit dhe të kontrollit në shkollat fillore, ka mënyrë të ndryshme në shkollat e mesme. Kam informuar Ministrinë e Financave, të gjithë organet për të parë zgjedhje të kësaj mundësie, se përveç unë kam marrë vetëm kompetencat për çështjen e emërimit të drejtorit. Më kuptoni, nuk kam marrë kompetencat dhe nuk dua që të shoh në nivel komunal marrjen e kompetencave për të gjithë punët. Apeloj, shfrytëzoj rastin dhe mundësinë. Çdo lloj blok dotacioni nuk është për drejtoreshën. Çdo lloj mjeti mbetur është për programet, për nxënësit dhe për shkollën. Pres nga Ministria e Financave, nëse ka keq shpërdorim, nga ana e kontrollit të cilët duhet t'i bërë financiar nga Inspektoriati i Ministrisë Financave për të parë a ka